Mendjemadhësia apo krenaria. Mendjemadhësia dhe mburja është e pranishme te çdo individ, më shumë apo më pak. Çdo person ka dëshirë ta paraqes veten duke treguar ndonjë aftësi apo diçka tjetër. Ai mundohet ta tërheqë vëmendjen e të tjerëve përreth tij përmes këtyre veprimeve. Këto qëllime te fëmia fillojnë të manifestohen vetvetiu në moshën 1 vjeçare. Fëmia dëshiron të lëvizë rreth e rrotull dhe të tërheqë vëmendjen e të tjerëve përmes sjelljeve të tija të çuditshme. Ai do t'i përsërisë veprimet me të cilat do të gëzohen dhe do të qeshin prindërit dhe të tjerët. Do të ndjej kënaqësi me reaksionin e prindërve dhe do të ndjej një mburje të lehtë që ka arritur t'i gëzojë ata. Ndonjëherë fëmia e shpreh kënaqësinë e tij përmes gjesteve të ndryshme dhe në këtë mënyrë dëshiron të tregojë rëndësinë e saj. Mburja vetvetiu nuk është një veçori negative. Në fakt, kjo ndjenjë e ngacmon një individ që të përpiqet për të arriturat më të mëdha me një shpirt konkurrues. Fëmia mundohet shumë të arrijë gradën e lartë në klasën e vet. Ai mundohet të zhvillojë aftësitë oratorike apo të bëhet piktor i shkathët. Është kjo dëshirë konkurruese te fëmia që e dëshmon paralajmërimin e poetëve, artistëve, autorëve dhe shkencëtarëve të mëdhenj të së ardhmes. Prezenca e kësaj veçorie të mburjes te fëmia nuk është për t'u brengosur, me rëndësi është se duhet të shfrytëzohet pozitivisht për leverdinë e fëmijës. Nëse udhëzohet në drejtimin e duhur, mund të vijmë deri te rezultatet e dobishme. Në fazën fillestare, fëmia nuk mund të dallojë ndërmjet të mirës e së keqes. Ai vëzhgon reaksionet e prindërve në mënyrë që të arrijë deri në një përfundim. Mentori i kujdesshëm apo edukuesi do të inkurajojnë veprimet e pëlqyera të fëmijës duke shprehur gëzimin për to. Edukuesi mund të inkurajojë sjelljet e mira te fëmia duke shprehur pakënaqësitë e tij për veprimet e papëlqyeshme. Disa prindër të pakujdesshëm përveç dashurisë së tyre për fëmijën, e mbulojnë fëmijën me lajka dhe lëvdata të tepërta pa menduar se a është i pëlqyer apo jo veprimi i fëmijës. Në këtë mënyrë ata ja vendosin themelin e sjelljeve të këqija te fëmia në mënyrë të paqëllimt. Në lajkat e tyre ndaj fëmijës ata i zmadhojnë kualitetet e mira dhe dojnë fëmijën së tepërmi. Ka shumë ngjasa që fëmia i tillë të bëhet mendje madhe dhe dal ngadalë të bëhet egoist dhe arrogant. Ai do të fillojë të pres lajkat e të tjerëve sikur nga prindërit. Kur fëmia dështon në marrjen e përgjigjes së dëshiruar, ai bëhet i shqetësuar. Ai fillon ta shpreh mllefin e tij kundrejt të tjerëve dhe në rastin më të keq mund edhe të mendojë për të shkaktuar ndonjë dëm atyre në fazat e mëvonshme. Prindërit duhet ta kenë ndërmend se ata duhet të kujdesen për të menduarit e fëmijëve në mënyrë që t'i udhëzojnë në rrugën e të sinqertëve. Pastaj do të vi faza kur prindërit do të ridrejtojnë mendjen e fëmijës kundrejt Zotit. Tani e tutje për çdo vepër që e shohin të gabuar, në vend se thonë se babai nuk e pëlqen këtë, duhet të thuhet se Zoti nuk e pëlqen këtë.